Në pallatin e sportit Ramazaniale të qytetit të Durrësit, fundjavën e kaluar u zhvillua një ndeshje miqësore mes ekipit Teuta Basket dhe Apollonisë së Fierit. Të dy ekipet e vlerësuan ndeshjen si një ndeshje kontrolli pas një muaji stërvitje intensive ku janë aktivizuar të gjithë lojtarët për të parë nivelin ku ndodhen për momentin e tanishëm. Kapiteni i ekipit Krisi Gorrea tha për Adrianet se ekipi do akoma kohën e vet të lidhet dhe se është në pritje të ardhes së një lojtari organizator nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Niveli drejtanishëm me të cilin është paraqitur ekipi në stërvitje është premtues dhe kjo ja ka shtuar notët e optimizmit trajnerit Milatovic për të arritur trofeun e kampionatit, për të cilin është mobilizuar e gjithë ekipi i Teuta Basket. Ndeshja Teuta Apollonia pati ulje ngritjet e saj. Në fillim miqtë Apolloniat u shkëputën me 2 pikë, ndërsa më pas ekipi të Teutës barazoi dhe i tekaloi deri në 17 pikë avans para miqët. Loja përfundoi në fund me rezultatin 65-63 në favor të ekipit pritës Teuta. Specialistët që ndoqën ndeshjen janë shprehur të kënaqur për nivelin e paraqitur nga të dyja ekipet. Interesante pretendohet prej tyre të jetë i gjithë kampionati, pasi priten lojra të forta dhe me shumë nivel.